Sa po Rusia, falni, Shtetet Bashkuara të Amerikës i ka hequr sanksionet për naftë dhe gaz Rusisë. Dhe do më thënë, dhe kjo është një setback apo një tërheqje amerikane. $100 milion fitim Rusia në ditë tani. Dhe jo vetëm kjo gjë, por Do më thënë, si ndryshon aleancët? S'ka aleancët për ershme, kur. Jo, s'ka pun aleancët, po njeri që po vretë, po e mbytë, ka mbushur në gjak Ukrajina. Iku Ukrajina. Që e shkatroj Ukrajina të gjithë, dhe ne jep 100 milionë ditë në naftën, dhe i bie aty tjetërit, Allah është kjo punë. Një nga arsyet pse krym... Shumë e abitshme është. Një nga arsyet pse... Sepse me këtë, me blokimin e Ormuzit, çmimi i naftës ruse është i lartë, kështu që kjo është i masë që synon ta uri. O zotri, nuk është drejtare, është çështje politike. O zotri, është edhe politikë. Vendim politik. Irani është, po themi, o zotri, një sekund. Irani është vendi më terrorist, ja ta themun kotë, më thënë, gjithë linjes me. Njeri në Shqipëri, vendi më terrorist. Rezolut. Linjes largët, linjes mesme sështë. Se më bënin vrejtje dhe përorësin që nuk është linjën e mesme, është në Gadish. Po. Po Rusia? Një sekund. Tani kemi një vend që po e mbyt në gjak Ukrajinën dhe ti i jep 100 milionë në ditë. Dhe vete vret ata atje, i vret në shtëpi e gjithë. Dhe është dhe aleati i Iranit. Dakor, është diktatorë. Dhe aleati i Iranit dhe kanë ndihmuar Iranin, kanë ndihmuar një tjetrin si Kadashevi. Këtë si ta kuptoj unë, ama spjegon njëri nga ju, aman se më dhëm kokan që se kuptoj. Politika është kurvë. Dhe do më thënë, kjo që po bëhet, është thjesht kurvëri politik. Leron intelektualisht që e kritikë. Jo, pritani se është shumë abit. Jo më kritikë, se kam të kritikë. Qofse ne i shikojmë gjëra. Unë në Amerikën jam, o zotri. Jo, këtë jam i abitur se qa po ndodh. Ne nuk dim a është Trumpi me Amerikën. A është Trumpi me Amerikën, se tani ishte të mbashë Rusinë. Nga narrativat që konvergjojnë dhe një pjesë e këtu e kolegëve këtu, është kjo, dhe më dhe që Amerika po dopsohet dhe dikush të është që mund shkatrohet. Po kjo është narrativ, ose që ka frymëzim propagandistik, Foreign policy bën analiza dhe studime, nuk është unë të referova. Ose është një pale brenda amerikane, cila është krau demokrat, ose është analizë e cila merr konsiderat vetëm disa elementë. Po pse më mentor tash të po flas. Ti mendon që Amerika mbështeti Ukrainën dhe tërhiqet nga Ukraina dhe bëhet më e fortë? Jo, një sekond, kushta. Brenda kësaj presidence, ai ka nxjerr kinezët edhe rusët nga Venezuela, nga Kuba, nga Panamaja, po i nxjerr edhe nga Irani. Sepse varet se cili është objektivi. Cili është objektiv, po vetë të që kanë filluar që të komunikojnë Vitkofi me ministri i jashtëm. Pra, lufta, kinezët janë të shqetësuar, ai kërcënoi dhe ata, e tha ndoshta do ta shikojta mundësinë e vizitës në Kinë në fund të muajit. Pra, nuk është leximi i pjesshëm, edhe kur është i arsyeshëm, nuk të nxjerr përfundime të sakta. Domethënë, është një Amerikë e cila me gjas mu për shkak të situatës vështirë që ka patur para se të vinte Trumpi, mu për shkak të krizës ekonomike të krijuar nga demokratët, nga qeverisë të tjera, ka drejt batoni që thotë ne, edhe kur duhet bëjmë analizë, nuk heqim dorë, unë po them, se kam ty, nuk heqim dorë nga propaganda nga çik. Tani historia nuk është kaq e rënduar e burrit atë. Në dokumentin strategjik të shtëpisë Bar deri para ardhes presidentit Trump, që ka një vit e ca, domethënë, Rusia u shpall si vend jo mik i Shtetet Bashkuara të Amerikës. U bën gjitha luftë, u bën gjitha ato sanksione. Ukraina u mbush me armë dhe gjithë bota me të drejtë qëndroi në krahun e Ukrainës se pat një agresion të papar. Ndërkohë që kjo përmbysje e pa kuptim fare. Kjo nuk ka të bëjë me tregun e naftës fare. Kjo nuk ka të bëjë fare me tregun e naftës. Është ajo që tha Batoni më. Është një periudhë tranzitore ku ne nuk e dim akoma si të formohen koalicionet e mëdha botërore. Dhe kjo lloj përmbysje tregon krizën e madhe që kanë fuqitë e mëdha. Se s'mund ndryshosh brenda 24 orëve nga vend armik në vend mik me Rusinë. Kjo përmbysje nuk ka ndodhur. Është 100 milionë. Po që sanksionet, mentor. Edhe një herë. Fiton $100 milion në ditë. Edhe një herë. Aparati ushtarak i Rusisë. Është aleati numër 1 i Iranit. Po të analizosh vetëm element të pjesshëm, vetëm copza, arrin në këtë përfundim. Po mirë, janë vërteta këto? Një sekondë, jo, po janë vërteta këto? Janë vërteta, po analiza është më e ftohtë se sa kjo qasje. Kush është analiza e ftohtë? Analiza e ftohtë është vetëm me goditjen e Venezuelës, e Panamas, e Kubës, po flisja për Rusinë, dhe edhe të Iranit,
Rusia edhe Kina janë të goditura. Pra, Rusia po fiton më mentor, që po goditur? Kjo është qasje propagandistike, sipas cilës Trumpi është pro-rus. Ndërkohë, kur ai është duke goditur 4 shtete, në fakti ka vendosur në kontroll 3 prej tyre, Panaman, Venezuelën dhe Kubën, që i kishte mund shtëpitë vet. Po shumë mirë ka bërë më burrë, shumë mirë ka bërë. Dhe Ukrainë është duke mbështetur dhe ti je duke njohur Çfarë është mbështet Ukrainës më thuj pak? Ka heq dorë totalisht nga Ukraina. Po totalisht. Ky është leximi që është i njohshëm. Jo, ky është regjimi referencë. Nëse ke referencë, më jep referencë. Ja po ta jap referencë. Referenca është kjo. Çfarë ndihmë ka dhënë? Bisedën e fundit, ndihma vazhdon. Ajo që ka qenë, fare zero ndihmë. Ajo që ka qenë është, çfarë ndihmë? Ja, një sekondë. Biseda e fundit e Putinit me Trumpin ishte që Putini u zotua që do të rrihiqej nga të gjithë këto zonat me përjashtim të Donjeckut. Ishte i gatshëm ta mbyllte. Kjo është arsye pse Trump ishte nervoz dhe me Zelenski. Duhet mos ta injorojmë, mos ta shpusim nga analiza edhe këtë moment. Pra, a është mirë për Ukrainën? Kjo është pikpyetja. Atëherë do shkojmë në një temë tjetër. Humbi 20% territorit Ukraina më mentor. Humbi 20% territorit. Kuptoj, po këtu është konflikti Rusi-Ukrainë. Pra, Ukraina duhet mendoj, a duhet ta lej këtë pjesë të territorit në cilën banuar nga shumica ruse. Ukraina është e braktisur, më ndje veten të braktisur tani. E kuptoj. Ne gjithë e shtym Ukrainën, hajde se po shpëton gjithë perëndimin, ndërkohë që e shitën. Nuk është vetëm për hir të vërtetës, nëse do ta edhe ai është i zëmruar edhe me Bashkimin Evropian, nuk është vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk mendoj që situata është kjo që paraqitet nga agitatorët demokrat, nga mediat demokrate që janë kundër Trumpit, që e paraqiten sikur me ardhin e tij Amerika po do psohet, ai është i vendosur kontrollin rus. Ndërkohë kur s'është e vërtetë. Kanë gabim amerikanët. Lufta ndaj Iranit. Nga me ty më amerikanët kanë gabim, ne e kemi në rregull më. Ajo që the ti, Trumpi ka prishur atë që ka qenë paradigma e Trumpit parë. Që është tërheqja nga konflikte. Tërheqja nga konflikte. Del 5 herë në ditët e përgënjeshtron veten e tij, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë amerikane të ketë një president tillë më të. Dëgjoj, kjo është ka pikë serioziteti. Kjo është merresh vetëm me komunikimin. Në pikpamje të komunikimit, ata kanë zgjedhur, trajner futbolli burr. Ata kanë zgjedhur Trumpin vetëm Trumpi që të komunikojë, ai ka ndikim. Edhe plus, edhe minus, edhe kundër vetes. Është në komunikim, nuk është në strategji. Baton, lutem. Atëherë, unë që nga fillimi, unë kam një rezervë për politikat e Trumpit, dhe unë nuk e kam shef, e kam thënë publikisht. Por, ajo është presidenti një superfuqie,